ku ndodhet një nga asetet e shqiptarisë sonë të kombit tonë, për të cilin Akademia Rënjëtona është e nderuar që e ka në radhët e saj, madje është e nderuar dhe një akademi europiane, që është Instituti i Evropës Qendrore, që quhet Erhat Buzet, në të cilin bën pjesë zoti Eqerem Zenele, profesor doktor Eqerem Zenele, një studius që ja ka kushtuar jetën e vet studimit të vërtetave të jashtëzakonshme të kombit tonë. Do disa të vërteta që na kanë lënë me gojë hapur të gjithëve. Ka rreth 25 vite që hulumton me licencat që i kanë nxjerrë me shpenzimet e veta, me të gjitha shpenzimet financiare nga xhepi i vet, me të gjithë forcën morale nga shpirti i vet për të nxjerrë të vërtetat e atë dheu të vet. Dhe profesori ka hulumtuar në rreth 20 arkiva të botës, të Europës dhe të botës, po kryesisht të Austrisë. Ka bërë një libër të jashtëzakonshëm, një volum shumë të madh për pellazgët. Ka bërë një studim të hollësishëm mbi luftën e Trojës, i mbështetur jo vetëm mbi autorin klasik Homerin, po dhe një autor tjetër, Dario i Frigve, po. Një libër i jashtëzakonshëm që e dritë mbi disa fakte të luftës së Trojës që nuk i dini më parë. Domethënë veprat e tij padyshim që mund të konsiderohen monumentale. Së fundmi, doktor profesor Eqerem Zenela ka bërë një libër që quhet Epiri, ose siç quhet sot Shqipëria. Një temë që të gjithë e dim që shumë e debatuar, jashtë mase e lëvruar, shumë herë e lëvruar për sprapsi nga fqinjtanë të themi, por profesori ka nxjerrë dokumenta të pakundërshtueshme që dalin në dritë për herë të parë, dhe që besoj interesojnë dhe Akademisë së Shkencave, që përfitojnë në rasti këtu që mund të pranoj me gjithë zëmër, siç ne kemi patur nder që kemi pranuar në Akademinë tonë zotin Eqerem Zenela, i bëjmë thirrje një thirrje kështu, domethënë vllazërore, Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Kosovës, që ta pranojnë zotin Eqerem Zenelaj në radhët e tyre. Ai ka punuar si autodidakt me dëshirën dhe pasionin e vet, por patjetër që ai do dhe një suport zyrtar. I bëjmë thirrje dhe qeverisë së Shqipërisë dhe qeverisë së Kosovës nga kjo sallë ta mbështesi këtë person që si një kalorës i vetmuar ka dalë dhe edhe punon me të gjitha forcat, me të gjitha financat e veta për të nxjerrë këto vlera të kombit tonë që nuk dieshin më parë. S'kam çfarë të them më për profesorin, ndoshta zoti Pingulli do ta plotësoj dhe pastaj do ja japim fjalën të nderuarit zotit profesor Eqerem Zenela.